Faleminderit shumë, është me të vërtetë kënaqësi e veçantë që sot këtu të jemi së bashku me kulturën e Mbretërisë së Bashkuar, Mbretërisë Arabisë Saudite, të paraqitet në qendër të kryeqytetit. Shumë i nderuar Mufti Tërnava, shumë i nderuar kryeministër Albin Kurti, i nderuar zëvendës ambasador i Arabisë Saudite zoti Ahmet Al Habri, të nderuar të pranishëm. Është kënaqësi e veçantë se sot të përshëndes hapjen e kësaj ekspozite e quajtur Ura, si një iniciativë që pasqyron thellësinë kulturore, shpirtërore dhe universale të dialogut dhe bashkëjetesës ndërmjet popujve. Kjo ekspozitë është më shumë se sa një prezantim artistik, është një ftesë për reflektim mbi vlerat që na bashkojnë të gjithëve si shoqëri, pavarësisht dallimeve në gjuhë. Kemi edhe aspekte tjera që na bashkojnë, aspektin e kulturës, aspektin e besimit. Në një kohë kur bota ka aq shumë nevojë për mirëkuptim dhe bashkëpunim, urat na kujtojnë fuqinë që ka ndërtimi i lidhjeve ndërmjet njerëzve përmes respektit dhe njohjes së ndërsjellë. Mirëkuptimi ndërfetar është një ndër themelet më të rëndësishme për paqen e qëndrueshme dhe për një të ardhme më të drejtë. Duke u njohur me historinë, trashëgiminë dhe përvojat e njëri tjetrit, ne jo vetëm që forcojmë bashkëjetesën, por edhe pasurojmë identitetin tonë të përbashkët njerëzor. Dua të shfrytëzoj rastin po ashtu sot që të uroj për edhe iniciativat të cilat Mbretëria Saudite i ka marrë qysh në vitin 2016 për vizionin e Mbretërisë Saudite të vitit 2030, ku një numër i madh i këtyre iniciativave tash që jemi në vitin 2025 vetëm se i kanë mbri. Si për shembull mbrojtjen e të drejtave të grave apo fuqizimin e tyre, të drejtave të punëtorëve, iniciativat e mrekullueshme që i kanë me projekte sikurse NEOM, një projekt fantastik i cili i bën të gjitha mendjet më të ngritura të botës së bashku në Arabi, në Arabinë Saudite, në Mbretërinë Saudite, edhe është një vizion i mrekullueshëm që faktikisht tregon se nëse besojmë, asgjë nuk është e pamundur. Prandaj shpreh falënderimin tim për të gjithë ata që kanë mundësuar këtë ekspozitë, si dhe për përkushtimin ndaj ndërtimit të këtyre urave që na ofrojnë gjithnjë më shumë së bashku dhe na japin shpresë për një të ardhme të mrekullueshme. Faleminderit shumë për prezencën, kënaqemi sot në këto hapësira të mrekullueshme të kulturës të Mbretërisë Saudite. Faleminderit.